الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelaluhu. Atë falenderojmë, për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, do t'i ndajmë disa minuta para khutbës së xumas, që shfletojmë nga libri i Allahut, nga suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, nga fjalët e dietarëve të muslimanëve, në mënyrë që të shtojmë në udhëzimin ton, të ushqehemi në sofrën e Kur'anit dhe hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ne do të vazhdojmë me hadithet të cilat i ka grumbulluar Imam Buhariu rahimahullahu teala në librin e tij Al-Adabul Mufrad, ku ka përmbledh hadithet se si duhet të jeton një besimtar me edukatat të cilat i kemi marrë nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Kapitulli i radhës që hynëm në ligjëratën e xumas së kaluar ishte kapitulli i haditheve mbi sëmundjet. Sëmundja është një pjesë e pandashme e njerëzit, sikur që shëndeti është edhe sëmundja. Madje vetëm kur të përmendësh shëndetin, shkon mendja edhe tek sëmundja, dhe sëmundja ta kujton shëndetin. Andaj një varg hadithësh kanë ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se si duhet ta trajtojmë sëmundjen. Kur besimtari sëmurët edhe ka plon në një lloj pllogështie apo i çrregullohet normaliteti, si duhet ta trajton këtë, se si duhet ta shndron në sevap dhe shpërblim mundin të cilin ja sjell sëmundja. Andaj Zoti jon xhelel xhelal nuk dërgon sëmundje tek besimtari vetëm se qëllimi është pastrimi në dunja përpara shkuarjes në ahiret. Përmendëm ligjëratën e kaluar hadithën e pejgamberit alayhi salatu wassalam se kur njeriu nuk sëmurët fare, nuk është shenjë e mirë. Andaj kur erdhi njeriu te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe asnjëherë si ishte sëmu, çka tha alayhi salatu wassalam, tha kushdo me shikue një njeri i cili o banor i zjarit, le ta shikon këtë njeri. Kur si ka dhim kria, kur nuk e ka ngop ethet, asnjëherë s'ka pas asnjë lloj sëmundje. Kjo shpeshherë mund të mendohet si begati, mirë po, megjithëse shëndeti është begati, ama kur asnjëherë nuk të është turbullu kjo, kur asnjëherë ti nuk e pas një lloj mundimi, atëherë kjo nuk është një shenjë e mirë, sidomos për besimtarin i cili dëshiron të pastrohet nga gjunat dhe mëkatet. Vazhdon Imam Buhariu në kapitull të radhës dhe thot: Babun al-iyadatu Gjauf al-lejl, kapitull i vizitës të sëmurit në mesin e natës. Pra rëndësia dhe vlera që ka të vizituarit e të sëmurit, sidomos natën nëse e kërkon nevoja apo e lyp rrethana. Dhe ka si një varg hadithësh nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nga Aisha radhiyallahu anha, se e ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë hadith: idha ishtaka al-mu'minu akhlasahu Allahu kama yukhlisu al-kiru khabatha al-hadid. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se e ka dëgjuar alayhi salatu wassalam duke thënë: kur ankohet besimtari prej smundjes, kur ankohet besimtari prej smundjes, Allahu e pastron atë. Atë e kullon. E kullon sikur që e kullon ai farkatari hekurin të cilin do është duke e punue me shakullin e vet. Ajo pjesa e cila e nxjerr dhe e largon me frym pjesën e keqe të hekurit që të mbese hekuri i pastër.
Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kema yukhlisu al-kiru khabath al-hadid. Sikur që ja largon shakulli të ndytën e hekurit me zjarr, edhe mbetet pastaj altani, edhe argjendi, edhe hekuri i mirë mbetet i pastër, kështu ja largon Allahu me sëmundje besimtarit të gjunahat dhe mëkatet dhe të metat e tina. Kjo është prej haditheve që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka ardhur hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wasallam, nuk ka ndonjë musliman që goditet nga një musibet apo ndonjë dhimbje apo ndonjë sëmundje vetëm se kjo bëhet për shlyerjen e mëkateve të tij. Dhe shiko, kjo është një lloj mendësie dhe mentaliteti që duhet ta krijon besimtari në raport me sëmundjet. Mos me marr si bela e cila po më dënon mua, por me marr si një lloj sprove e cila më pastron. Se Allahu xhira besimtarin e pastron. Andaj kurdo që sëmurët besimtari, e din se kjo është për të mirën e tina, kjo është për pastrimin e tina. Për këtë arsye këto përkujtime që i ban pejgamberi alayhi salatu wassalam për besimtarin se sëmundja është kështu, dhe kështu do ta shohim në varr hadithe. Disa kapitull i kanë nxjerrë Imam Buhariu mbi çështjen e sëmundjes, nga se sëmundja, sikur që kanë thënë disa prej poetëve, sëmundja është vllau i vdekjes. Kur vjen sëmundja mund të ardhe edhe vdekja. E sikur që ka hadithe për vdekjen, ka hadithe edhe për sëmundjen, nga se njëna e bë tjetrën, e kështu me radhë. Pra pavarësisht a erdh me sëmundje, a erdh pas sëmundje, vdekja ka më ardh e sigurt. Andaj hadithet e sëmundjes e bëjnë besimtarin që ta kupton se kjo dunia nuk është vendos që të ecë vetëm në natyrën e shëndosh të cilën e ka besimtari. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe gjembi, edhe thera e vogël që e kaplon dhe e godet, ajo bëhet për shlyerjen e gjunaheve të tina. Pastaj ka ardhur hadithi i cilin e ka titulluar hadithin, kapitullin me këtë hadith Imam Buhariu rahimahullah, nga Aisha e bija e Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, çoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka pas prej dajallarve. Thot vajza e vet, thot se baba i vet Sa'di radhiyallahu an, thot ishtakeitu bi Mekke shakwa shadida. Jam ankuar, dhe këtu jam ankuar e ka përshëndet se do të vinë dhe hadithe tjera, se ankesa është dy lloje. Ankesë njoftimi dhe ankesë prej belajes, prej sëmundjes. Kur ti ankohesh pse më ra, e sudash me më ra, kjo ankesë ndalume. Ndërsa ankesa e njoftimit, pra që tu mdhim shumë, e me çka sëmundje u sprovova, kjo nëse është lajmërim on rregull, sikur ku të vet doktori çka po dhem. Nëse e njofton, kjo nuk është për tu ankuar, po kjo është për ta lajmëruar se ku e ki sëmundjen. Thot Saadi, kur kam qenë në Mekke, e kam pas një sëmundje shumë të rëndë. Madje nga kjo sëmundje akon të vdek, radhiyallahu an, dhe ardha. Thot, dhe ardh pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që të më viziton. Dhe kapitulli është vizita e të sëmurit natën. E ka shku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam dhe e ka vizitu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Fa qultu ya Rasulullah, i thash ja Rasulullah, inni atruku malan wa inni lam atruk illa ibnatan wahida, afa usi bi thuluthi mali wa atruku thuluth. Shiko çfarë deri ka pas Sa'd ibn Abi Waqqas. E ka pas se nëse nga kjo sëmundje vdes, unë kam parë dhe mall dhe pasuri, ndërkohë që e kam veç një çik. Andaj i ka thënë ja Rasulullah, ata la testament, por ka dash ta lajnë në rrugt të Allahu xhelel xhelalu një ka thënë 2/3 e pasurive të mia, po që ajo çikës teme pak pare, sa të ketë ajo me kuvetu, edhe pjesën tjetër ketë ajo për hir të Zotit xhelel xhelalu. Mirë po pejgamberi alayhis salam nuk e ka lejuar dhe i ka thënë, apo i ka thënë ose ta la 1/3. I ka thënë pejgamberi jo. Atëri ka thënë ata la gjysmën. Ka thënë jo. Atja la ka thënë asaj gjysmën, e gjysmën të jap për hir të Zotit xhelel xhelalu. Ka thënë jo. Ka thënë ja Rasulullah, usi bi thuluth wa atruku ala thuluthain. Ka thënë ata jap për hir të Allahu xhelel 1/3, 2/3 të logjikës. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhis salam, kështu ban
edhe pse kjo është shumë. Kështu ban, edhe pse kjo është shumë. Pra ka insistu pejgamberi alayhi salatu wassalam që më shumë ti le çikës se ta le për hir të Zotit xhelel xhelalu. Pse? Sepse edhe kur ja le çikës e ke lënë për hir të Zotit xhelel xhelalu. Mirë po, Saadi ka dashur që të jepet jashtë familjes. Shikoj çka i ka thonë fund. Ani 1/3, mirë po, ka thonë edhe kjo është shumë. Andaj nga kjo, edhe kjo është shumë. E ka nxjerr Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, djali i Hoxhës pejgamberit alayhi salatu wasalam, konkludimin se nëse lihet mundësia me lënë testament jashtë atyre të cilët i ke familjar që trashëgojnë domosdoshmërisht, ka thonë është çfarë? 1/4. Nga se Saadi ti ka thonë 1/3 në rregull, ama shumë. Atar ka thonë 1/4 është tamam. Atar e thot Saadi. Pastaj ma ka vënë dorën pejgamberi alayhi salatu wasalam në ballin tim. Thot, dhe ma ka fërku ballin dhe barkun. Nëse ka qenë i smut Saad ibn Waqasi. Dhe nga kjo kanë nxjerr dietarët se besimtari kur e viziton një të smur, çfarë? Duhet cilët but me ta. Dhe duhet cilët mirë me ta. Dhe ka ardhur hadith se si pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka mësuar muslimanët kur shkosh te i smuri, ulesh afër kokës së tij. Për nder i ulesh afër kokës së tij për ta nderuar. Andaj pejgamberi sa mosh ul nga kokës së Saad ibn Waqasit dhe ka lumue ballin e tij. Thot Saadi dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma ishfi Sa'dan. O Allah, shroje Saadin, Saad ibn Waqas radhiyallahu an, wa atimma lahu hijratah, dhe plotsoja hijretin. Dhe plotsoja hijretin. Thot Saad ibn Waqas radhiyallahu an, ende e gjej, e ni fladin e dorës së tij në trupin tim. Se pejgamberi sa me ka limu ballin e tij dhe ja ka limu barkun e tij kur ka qenë i smur. Thot ende e gjej freskim edhe ftohësim e dorës së tij të ndershme në trupin tim. Thot derisa sikur tash më kujtohet kur ma ka prek ballin pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith për çka e ka nxjerr Imam Buhariu për treguar vlerën e vizitës së të smurit. Një qoftë kjo edhe në rrethana të vështira sikur vizita natën. Nëse lip nevoja vizitohet i smuri edhe natën. 3. Nëse nuk lëndohet më tepër, pra nuk vizitohet i smuri, nëse halli i tij mos me vizitu. Nëse ati duhet mos me vizitu, ata nuk e vizitojmë. Ndërsa nëse duhet me vizitu, e vizitojmë. Dhe kjo varet prej hallit dhe statusit që e ka i smuri. Dhe këtë i ka marrë parasysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra, pejgamberi alaihi salatu wasallam ka bëu dua. Ka thënë, o Allah, shëroje Saadin. Dhe hadith tjetër e ka lajmëruar se kimi jetuar. Dhe hadith tjetër e ka lajmëruar, ka thënë, nuk vdes inshallah për kësaj smundje, kimi vazhduar me jetuar. Dhe kjo ka qenë prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka bëu lutje Muhamedi alayhi salatu wasalam për këtë dost të tina që të shërohet dhe të vazhdon jetën e tina. Thot Imam Buhariu, kapitull Babun yuktabu lil maridhi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Thot Imam Buhariu, kapitull të smurit i shkruhet vepra të cilën e ka punuar vazhdimisht kur ka qenë i shëndosh, edhe nëse kuroj smucën e punon. Dhe kjo është shumë në nënësi të ndëruar xhamatli. Sidomos për moshat e shtyjera, apo për njerëzit me sëmundje dhe lodhje, të cilët kanë hum nga takati që duhet me kri shumë prej punëve. Apo kjo është edhe mesazh për të shëndoshët, që të vojnë vepra të mira, sa e kanë takatin dhe sa e kanë shëndetin. Nga se ka mundësi me ju ardhë një zaman se kanë takatin e njëjtë, se kanë shëndetin e njëjtë, si kanë mundësit e njëjta. Për të fitu të dy gjendjet, dëgjoj që ka thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Amri radhiyallahu an, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, ma min ahadin yumrad illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka dikush që sëmurët. E sëmundja është relative, i bje dikujt e si bje dikujt tjetër.
Madje sëmundja nuk është në dorën e njeriu, nuk është bela që e ka bë me dorën e vet. Ndryshe aty me dorën tënde mu vra, e ndryshe kur të vjen sëmundja ku ti s'ki pas në ta asnjë lloj sebepi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka dikush që sëmurë, pra nën kuptohet se prej besimtarëve, vetëm se Allahu i a shkruan shpërblimin e veprave që i ka bë kur ka qenë i shëndosh. Pra njeriu ka qenë i shëndosh, ka punu vepra. Po zona, kur ka qenë i shëndosh, i ka fal edhe farzët, edhe sunete, edhe nafile e kështu me radhë. Tash osmue, nuk e ka gjendjen e njëjtë, apo o plak, dhe kjo llogarit një sëmundje, se ka takatin e njëjtë, dhe së një fal krejt namazët. Nëse ai gjatë shëndetit i ka fal krejt, prej mirësisë së Zotit Gjelle Gjelalu është që ai mu shpërblyn njësoj sikur që ka punuar kur ka qenë i shëndosh. Dhe kjo është për begatisë së madhe të Allahut te bareke ve teala. Kur ti e shfrytëzon shëndetin, Allahu të paguën kur je i smut. Sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe për mundimin paguën Allahu, jo vetëm për veprën. Sa të ka lodh kjo punë që kaq, edhe për lodhjen paguajna. Po këtë arsye shfrytëzoje kur je i shëndosh. Bën vepra nga se ka mundësi me të ardhur një zaman, a shpejt vjen ai zaman ku ti nuk e ki gjendjen e njëjtë. Andaj sa për njerëzve për shembull, kur i kanë gjendjet e shëndosha nuk i shfrytëzojnë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam hadith: shfrytëzoje smundjen, shfrytëzoje shëndetin para smundjes. Shfrytëzoje kohën e lirë para se mu angazhue. Jema i lirë, shfrytëzoje ban ibadete, ban vepra të mira. Nëse ka mundësi me tar në rrethansën e ban, ti edhe me dashën e ban. Nuk i ki mundësi. Sikur për shembull të shëndeti. Ti kur je i shtrim prej smundjes, ti çka dush me thënë, unë kam e bata, s'ni të bose, je i smur. Çka e shoron besimtarin këtë rast? Se kur ka një shnosh e ka shfrytëzuar. Atë punojnë kamp, mos unal të bëj vepra të mira, se nuk kemi pas kamp sa herë. S'kemi pas dur sa herë, s'kemi pas temperaturën 36 sa herë. Jo, ka me tip ajo. Një ditë për ditëve ka me tip. Një ditë për ditëve ka munal krejt temperatura, ka me 30, ka me shkuë. E lusmi Allahun që Allah na përcjell me iman, ja Rabbal Alamin. Andaj shfrytëzoje shëndetin në vepra të mira, ka thënë alayhi salatu wassalam, ai i cili vazhdimisht ka punuar kur e ka pas shëndetin, kur të smuhet dhe s'ni ban do punë, dhe kjo çka argumenton, sa i do mi bë. Ai në jetë ka mi bë. Mirë po s'ka takat, s'ka mundësi, Allahu e pagun dhe është problem sikur me qenë duke punuar në ato vepra. Gjithashtu ka ardhur nga hadithi i Anas ibn Malik radhiyallahu an, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi salatu wassalam, ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadi. S'ka ndonjë musliman që Allahu e ka sprovuar në trupin e tij, illa kataba lahu ma kana ya'malu fi sihhati. Vetë se Allahu ja shkruan çka ka punu në shëndet. Dhe kjo është prej negative të mëdhoja të Zotit Gjelle Gjelalu, që ti kur je i sprovuar në trup, ki mu llogarit çish e kanë më harët. Ja, çish e kanë më harët. Dhe zakonisht njerëzit kur sëmurën, thot a mu kanë shnosh, unë e di çka baj. A pe ti çka ban po? Që tash si i smut bane. Se qato ketë andra që kemi pa kur t'jesh i smut, së në kemi ba mo, na nuk i dim. Ti kur smur është nuk e di a qo është mo. Ti kur smur është nuk e di sa zgjath ajo. Ti kur smur është nuk e di se si ka me kone ardhë me jote. Andaj shfrytëzoje shëndetin para se me tarë smuja. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma kana maridan fa in afahu au asala wa in qabada ghafara lahu. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse shnoshët, gjatë periudhës të qenit i sëmur, i shkruhet sikur të punu i shnosh. E nëse vdes, nga se mundësia mas sëmundjes edhe me vdek, mundësia mas sëmundjes është edhe me vdek, ka thonë, e nëse vdes, i afal Allahu gjunaat. Pra nëse vdes besimtari gjatë sëmundjes, i afal Allahu Gjelle Gjelaluhu gjunaat e tina. Kjo normal me kushtet e veta, prej kushtet vosh mës mua nku, prej kushtet mës me thonë kum gjetë muë, prej kushteve me ditë se Allah të ka që smundjen, eksumerar prej kushteve të cilat ti e rregullon raportin tan imanor me Zotin tan Gjelle Gjelalu. Andaj, këto hadithe që kanë ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, neve na lajmërojnë dhe na bëjnë gati që të shfrytëzojmë shëndetet dhe takatet tona,
që në gjendje të smur, në gjendje pa mundësie, në gjendje plokshtie, të shpërblejesh si dikënet. Sikur sot, a ka njerëzi? A i ka mundësi, për shembull, normal se të na nuk paguajnë njësoj, ku punoj njerëzit për shembull për punë shtetërore, kështu më radh, apo administrative, private, nësoj smur, e ka një lloj pagese, edhe me arsye, mirë po paguhet, që të ketë mundësia i me pas tolla për me vazhdue mjekimin e vet. Andaj paguhet, ndoshta jo sigurisht duke punu, mirë po jepet një lloj vlere që të vazhdon me mjekim. Allahu ja ta pagun të plot, sikur që e ki ba kur e kanë i shëndosh. Gjithashtu ka ardhur hadithi e Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu. Ky hadith është nga mu'gjizat e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ku i ka ardhur sëmundja dhe ja ka mundsuar Zoti xhelel xhelalu që të komunikon me sëmundjen. Dhe kjo është prej mrekullive të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku ne besojmë çdo send që nuk flet natyrshëm, nëse vjen hadith dhe thuhet që ka fol, ne besojmë se ka fol. Për shkak se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk komunikon shumë prej gjërave që komunikon na me ta, po ndysha si shkon pejgamber. Nëse çdo hadith duhet më kuptue në logjikën e shëndosh tonën dhe në mundësitë tona, ata pse janë pejgamber? Ai flet me Allahun, flet me Xhibrailin, flet me melek, edhe ndodh me fol me krijesa Zoti ja mundson. Sikur që i ka dhënë selam trungu. Pejgamberit alayhi salatu wasallam i ka ndodhur për mrekullive. Pejgamberi ka treguar se ka pas rast Allah e ka dhënë leje kafshës me fol. Ekstu me radh. Andaj këtu ka ardhur se pejgamberi alayhi salatu wasalam i kanë ardhur ethët dhe i kanë komuniku, ka fol me to. Thotë Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, "Ja'at al-humma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam." I ka ardhur ethët dhe temperatura. Dhe temperatura dhe ethët, humma, është një gjendje komplikuar e sëmundjeve, ku njeriu ndin një herë azi edhe nxehtë edhe ftoft. Pra, edhe i vjen shumë ftoft, edhe vjen shumë nxehtë. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, mos i shani ethët, se ato ju pastrojnë mbi gjunaheve. Ku ti në një ciklet, edhe ajo të pastron mbi gjunaheve. E lutem Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu mos na sprovon me asnjë sëmundje. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, i erdhi, pra kjo sëmundje, ethët dhe i folën, i thanë, "Ib'athni ila athari ahlik indek." I kanë thonë ethët, "Ja Rasulullah, na dërgo te çato shka i do mas shumti, shkojnë atë aj." Dhe kjo është një rregull i Zotit xhelel xhelal në univers. Sprova i qohët të dashurit. Nëse e shef pejgamber të Zotit janë njerëzit mas provum, edhe nëse e merr ti sprovën e tyre, ti shumë për njerëzve që thonë, dhe kjo është prej fatkeqësive, kur e godet dikë ndonjë smundje apo i ndodh diçka, zakonisht ignoranca kur e deklaron atë lajmin e vet, çka thot ignorantë, çka thonë, Allahu alem çka ka bën, kish ka pas ka gjet. Po ti a di se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam sa ka hek para se me vdek. I ka thonë Aishës dhe vllajt Aishës, "A e di ti, a e dini ju se unë smuna dy fish sa smuni ju? Mu më dhe më krija sa di njerëzi për juve, unë e sprovona mas shumë se ketë për juve." E kështu më radhë. Ebu Bekri radhiyallahu anhu me Bilalin, kur kanë ardhur në Medinë pejgamberit alayhi salatu wassalam për Mekke, nëse natyra e klimës ka dalluar, Ebu Bekri dhe Bilal janë kanë të dek për smujës. Për çfarë arsye? Nëse kanë ndru klimë. Jo rastisht për shembull përdoren vaksinime të ndryshme e ilase të ndryshme kur njerëzit ndrojnë klimë. E çka më thon tash Ebu Bekri ka qenë më i miri për tyre. Mirë, po kjo nuk do të thonë se Zoti xhelel xhelalu e ka dënuar, jo, e ka sprovuar, e ka dashur. Andaj shikosh që ai ka thonë ethja pejgamberit alayhi salatu wassalam, "Çom ka e do më shumë." Ti më pas këtë smuje. Kujt ja çon? Na zakonisht kishim qenë hasmit. Me të arti mundësia me dukme me smudi kanë. Merdita thua, po? Merdita. Ato hasmit e miti smuj. Për një nësam nuk i ka thonë qashtu. Ka thonë, "Qom kanë e do mas shumë ti." A dini pse? Ti pastroj, ti laj pi gjunaheve. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Shko te ensart." Dhe ka ndejt 6 net edhe 6 dit smundja të këta.
Fabaqiyat alayhim 6 ayamin wa layalihin. 6 ditë dhe 6 natë kanë të Ensar. Dhe kanë filluar mu rëndu pi smundjes. Kanë filluar mu rëndu pi smundjes. Me pas kontin mesin e Ensarve. Dhe me thonë pejgamberi sa ardhën ethët e unë ja u çova juve. Qa kishe menu për pejgamberin alayhi salatu wassalam? Po ki mua sherrin ma doa. Pa as pat be dikun qëtër me qua. As pat be naj qafirit me ashlu, po mu ma shloja. Ama nuk shirën pun të Allahu gjela qashtu. Nuk shirën të Zotit gjela. Wallahi Allah e sprovon një njëri që ka e do. Zoti matë të bare kjo vëtëre a qënë dikujnë një smundje, a do në me e pastruhe. E len janin as një smundje si dërgohet. A njës me nonë, ki bolburi mirë. Sara kis po ban gjunahe. Jo, ati është du ju vulloz gjenemi, po tis nuk e di. Pastaj thot fashtadda dhalika alejhim faatahum bi diyarihim fashakau dhalika ilay. Atar ka filluar smundja më uranu shumë, edhe kanë filluar më u anku te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Atar pejgamberi alayhi salatu wassalam ka shkuju ka hyje shtëpi për shtëpie. Shtëpi për shtëpie dhe ka bë dua për shëndet. Wa yad'u lahum bil afia. Ka bë dua, ka thënë o Zot jep shëndet, o Allah jep shëndet. Ja u ka kthi Allahu xhelel xhelaluhu shëndetin. E tani pjesa e rëndësishme e këtij kapitulli dhe këtij hadithi është pjesa tani e hadithit që vjen në fund. Thot: "Falamma raja'at tabi'atuhum ra'atun minhum." Tu kthi pejgamberi alayhi salatu wassalam një gruaj shkon pas. Po ka shku pejgamberi ka vizitu këto shtëpijat të cilat ju ka shku smundja e ethëve. Edhe një gruaj shkon mas pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i thot: "Pash ata i cili të ka dërgu me hak, pash Allahun, pash Zotin e madh i cili ka dërgu me hak." Ka thënë unë jam prej Ensarve, edhe babën e kam prej Ensarve. Ka thënë a mundesh me lut Allahun për mua të ma largoje smundjen? A mundesh me lut Allahun të ma largoje smundjen? I ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shikoj vëzër, me pas na këtë mundësi, asi ka shfrytzuar kjo gruaje këtë mundësi. Ka qenë prej sahabeshave, tu nuk është përmend emri. I ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ma shi'ti, in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiki, wa in shi'ti sabirti wa laki al-janna." Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Çysh dushti?" Shiko, me talon ti ndor. Çi këtë mundësi, që ja kalon pejgamberi sa kësaj gruajes. Testoje veten çka kishe thonë ti, pa bo filma, pa u bo ti azgan pa u kon. Pa e rrit imani sa se ki, po qatë se e ki. Shikore kjo gruje, e pastaj ti testoje vetën si burr. Qa i kishe thonë? I ka thonë me sam, qysh dush ti? Qysh dush ti? Nëse do e lus Allahun, edhe ta këthen shnetën. Shiko, nëse do e lus Allahun, ta këthen shnetën. E nëse do, dyta, e nëse do ti ban sabër dhe shpërblimin e merë xhenetin. Shpërblimin e merë xhenetin. Apo, para se me dëgju që ka thonë kjo gruje, mere këta ti me ta pas thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, çka kishe thonë? Ha? Çnosh në një herë mësani unë i bëj punë vetë për xhenet. I ban ti, i ban. E në natë po që na ti po, apo, na më kosh çdo kish më thonë. Apo e ki po, ti zakonisht në çdo mundësi ti që shto funksionon dhe unë funksionojna. Çish funksionojna? Ti bajni janë 5 milion euro, mësani unë kujdesna me fukara, me ata jetima, e me ata shka s'kan. O, ti nuk je 5 dinar, as 500 euro, as 5.000 euro, hiq. O, filmi jo qka ti ka njare, i ban film vetës, kur ti bajnë 1 miliona, o gjo, së në kini me mnal. O, kjo në film, shikoje realitetin. Ka thonë, qish dush, si dush e lutja Allah të këthësh jetën, nëse do Allah të jep xhenetin. Nëse do, ban sabër Allah të jep xhenetin. Qa ka thonë? Qalet, bel asbiru. Wala aj'alu al-jannata wala aj'alu al-jannata khataran. Ka thënë jo ja Rasulullah, po bëj sabër, mos ta shti xhenetin në rrezik. Shiko, ja ka thënë me zëm të mundësia, do me lutë Allah, unë ta ek smundjën. Ka thënë nëse do, ta ek Allah smundjën, unë e luti. Nëse do bën sabër, Allah ta jep xhenetin. Mundësia me fitu xhenetin edhe me shnet. Mundesh me fitu me shnet. A pse është me smundje ma let? Se të kanë hup fuqit, s'ki takat. E i që të lutë Allah, o Zot i madh, o Zot i madh. A kur je i shëndosh zbe nërmen me lutë Allah unë gjele. Kur është e funda herë që e ke lutë Allah me dënes, tukajt. A ti i shnosh, kur qas të mungon? Shpijen e ki,
familjen e ki, kerrën e ki, punën e ki, krejt i ki, edhe e ke lutë Allahin tukajt. Kura e fundaher? A e di? Se di. Kur ta qoj Allah i smundja do Zoti i madh. A e kupton ti se smundja të vjen me të kallzu se ti po na harron be neve kur i shnosh. Ti po harron. Jo që ti dola pak në duqan, jo që ti pak, po qështu që jo ka pak, po ti merr 24 orë. 24 orë, 7 ditë javës, 1 muj, e 1 vit, e sa vite, ti nuk e di kur është e fundaher kur ke kajt për Allahu xhel xhelalu. Ti nuk e di kur e ke qut durt, sinqerisht, me dënes, duke u përgjëru për para Zotit që o Zoti i madh falëm, largoma xhenemin, banëm xhenet li. Nuk e di. Për këtë arsye i ka thënë, kjo grua ka thënë, jo e Rasulullah, po baj sabër, mos ta fus xhenetin tem në rrezik. Mos ta fus xhenetin tem në rrezik. Andaj, megjithëse te pejgamberi alayhis salatu wassalam, më e dashur ka qenë çfarë? Më e dashur ka qenë shëndeti se sa smundja. Mirë po, kësaj ja ka dhënë këtë mundësi. Pra Allah ja ka dhënë, Zoti po të ban selam. Pi Zotit është kjo, se kam këtë mundësi. Si duhesh ban sabër, si duhesh pe lutmi Allahun që me ta largue këtë smundje. Gjithashtu ka ardhur hadith i ngjashëm nga Ibn Abbasi, nga Ataja Ibn Abi Rabah rahimahullahu taala, i cili ka qenë zanës Ibn Abbasit, po një ditë për ditëve më tha Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, tha ala urik imra'atan min ahli al-janna. I ka thënë Ibn Abbasi, i ka thënë Atajas, nxënësit vet, a do me ta kallëzu një gruaj xhenetit? A do me ta kallëzu një gruaj banor xhenetit? I ka thënë, çish duhet? Çish duhet ajo? Apo, wallahi, më na pason neve Ibn Abbasi, a doni me të kallëzu çish duhet një banor xhenetit? Ne po neve se as kena çat gale. Kallëzon parët të na, sikur që ka thënë Rafi'iu, kur të hupe njerëzilloki, njerëzit veç me parë e matin. Veç me parë e matin. Sot njerëzit mi thonë, na lëvon e mësoj një hadith për xhenet, levër dhe xhenetin, na kallëzon çish bëhen parët. Kjo smundje që u bë sindromi i zamanit ton, jena tu kalu në njerëz autik pas parëve. Parët, pasuria, çish me voni dinar, çish me voni dollar, çish me euro. Kjo është, ka kalu në smundje mo. Nuk e ditë mo njerëzit ku janë të shkuë, sikur kur i de edhe hecin. I ka thonë Ibn Abbasi nxënësit vet, o nxënësi jam, a do me pa një gruaj xhenetit? Ka thonë po, du me pa. Gjysh du me pa? Ka thonë shtash të kalzoj. Ka thonë që kjo gruja tash ka vjen, që kjo gruja e zez. Ka thonë, është banore xhenetit. Ka thonë pika e ditë që është banore xhenetit. Ka thonë një ditë për ditëve ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, unë e kam epilepsin, inni usra, unë e kam epilepsin, dhe kur më kap epilepsia, unë bëj gjeste që nuk i di as vetë çka bëj. Ka thënë, wa inni atakashaf, dhe unë ndoshta pi epilepsisë kur më kap ajo gjendja e çrregulluar e trupit tem, unë zhveshna. E hikiteshat, nuk i di çka bëj, nëse është gjendje e çrregulluar e avullave të ndryshëm në trupin e njeriu. Fad'ullahi li. Lut Allahin të ma heke. Lut Allahin të ma heke këtë smundje. Atëri ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in shi'ti sabirti walakil janna. Ka thënë, nëse do ban sabër, Allahu shpërblen me xhenet për këtë smundje. Ka thënë, e nëse do, unë e lus Allahun me ta kthye shëndet, me ta hek epilepsien. Fa qalet asbir. Ka thënë, jo, bëj sabër. Shiko çfarë edukate. Jo, ka thënë ban sabër. Ka thënë, mirë po, kjo morali, kjo edukata, kjo tërbija e lartë. Ka thënë, mirë po, ja Rasulullah, a mund është vesh me lutë Allahin, kur të më kap epilepsia, të më garantoje që nuk deshna, nësë ma shohet trupi dikush. Shiko, pra së muja në të neje. Veç une kur të më kap epilepsia, mës zhveshim, që mës ma shohet dikush trupi. Që këta e kanë gojla, a kjo së muja në të neje. Atëre ka lutë Allahun subhanahu wa taala pejgamberi alayhi salatu wasalam që ti mbetet smundja që ashtu që shoh, vetëm mos të zhvishet kur e ka ajo gjendja e çrregulluar. Kit këto çfarë tregojnë se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe sahabeshat shumë mirë kanë ditë me shfrytëzue çështjen e smundjes. Andaj ne megjithëse themi sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë o Allah, ma ruaj shëndetin. Ma jap shëndetin dhe ma jap në trupin tem takat dhe fuqi ti shfryzoj ato në punë të mira. Mirë, po këto hadithe çfarë argumentojnë? Nga sëlmesi në njerëzve kemi të smur.
Se hadithe nuk flasin vetëm një kategori njerëzve. Sa njerëzit janë edhe të sëmur, andaj këto hadithe i garantojnë besimtarit shpërblim nëse ai din me i mirëpërdor ato. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu t'i ruan shëndetet tona, na jap shëndet, na jap kuvvet, na mundson Allahu që fuqinë që na i ka dhënë, aftësinë që na i ka dhënë, ti përdorim në të mira, ti përdorim në punë të mira, ti përdorim në rizallëk të Allahu xhelel xhelalu, dhe mos i përdorim ato ku dikon ku i dhrohet Allahu subhanahu wa taala. Elusim Zotin e Madh që Allahu ja të sëmurët e muslimanëve Allahu t'i sharon. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelal që Allahu te bareke ve teala na mundson që të mësojmë nga libri i Allahut dhe suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.